Rikthehemi sërish në studio, në pjesën e tretë MCN Informacion, do të flasim për nismën më të re për organizimin e një mbledhje ndërqeveritare Shqipëri-Itali. Lajmi u bë i ditur pak ditë më parë gjatë takimit që kryeministri Edi Rama zhvilloi me kolegen e tij, homologen Giorgia Meloni, gjatë punimeve të samitit të Komunitetit Evropian Politik. Për të mësuar më shumë mbi këtë nismë, do zhvillojmë një bisedë, do të më bashkohet drejt për drejt Emanuela Dyrmishi, eksperte sigurie. Emanuela, të përshëndes. Përshëndetje juve, faleminderit. Emanuela, është thënë që kjo mbledhje ndërqeveritare do zhvillohet brenda këtij viti. Pse ka lindur sipas jush nevoja e zhvillimit të kësaj mbledhje dhe çfarë pritet të diskutohet dhe të prodhojë kjo mbledhje? Atëherë, kjo mbledhje është një hap i mëtejshëm, do të thoja, i bashkëpunimit si nga ana politike, ashtu edhe sociale i dy vendeve. Nismat e deri tanishme, akordet si nga ana, si ajo e kontributeve apo e pensioneve, si quhet në Shqipëri, apo ajo e mëparshme e migracionit, ajo e energjisë, janë të tëra nisma që në një farë mënyre kanë vendosur Italinë dhe Shqipërinë gati do të thoja në të njëjtën çadër, për sa i përket politikave kombëtare apo ndërkombëtare drejt të njëjtit vizion. Ajo e të qenit një pikë e rëndësishme nga ana politike, gjeopolitike dhe ekonomike dhe bërja e hapave të duhur për nga njëra anë Shqipërisë për të hyrë në Komunitetin Evropian dhe për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, e fuqizimit të Italisë brenda Komunitetit Evropian dhe çuarja përpara e një vizioni politik që e shikon Europën si që e rimer pak a shumë atë rol që ka patur në vitet e mëparshme. Si thash, këto tre akorde kanë qenë shumë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme. I pari, më i thjeshti do të thoja, ajo që quhet akordi për pensionet, ishte pika e parë e këtij bashkëpunimi. Ajo e energjisë është më e rëndësishme nga të tëra. Ajo e emigracionit i hapi rrugën e ndryshimeve të vizionit të emigracionit brenda Komunitetit Evropian, një problematik që Italia e ka hasur prej shumë kohësh. Dhe ajo që pritet në këtë mbledhje, që është simbolike në fakt, është thellimi i këtij vizioni dhe i këtij bashkëpunimi. Pse kjo? Si thash, ajo e akordi i pensioneve ishte gjë më e thjeshtë që mund të bëhej. Akordi i energjisë ka akoma hapa për të bërë, sepse është bërë nga ana do të thoja ligjore, por mungojnë dhe duhen të vihen hap pas hapi, hapat në terren. Si thash më parë, është ai më i rëndësishmi, sepse neve pam para pak javësh problematikën energjetike që u duk hapur, apo i sigurisë energjetike që u duk hapur në Spanjë. Ky është akordi më i rëndësishëm. Hapa po të bëhen hap pas hapi, dhe kjo është diçka simbolike që do të përforcojë akoma më tepër këtë vizion, se është për këtë që po flasim, për një vizion politik, gjeopolitik dhe ekonomik për të cilën ka nevojë jo vetëm Italia, jo vetëm Shqipëria, që synon të jetë pjesë e këtij bashkëpunimi dhe i kësaj familjeje, por i gjithë Komuniteti Evropian. Dhe bërja e samitit politik evropian në Shqipëri ishte një hap tjetër që në fakt shkon në të njëjtin drejtim. Pra, këto janë disa nga fushat që duhet më shumë bashkëpunim, kjo e energjisë, pra do edhe më shumë punë në bashkëpunimin mes dy vende, po cilat mund të themi që janë edhe sektorë të tjerë të cilët janë ende shumë herët edhe duan më shumë punë. Atëherë, sepse ajo e pensioneve tashmë është firmosur edhe është diçka e kryer. Ajo është më e thjeshta që mund të bëhej. Thjesht i hapte rrugën dhe atyre që nuk besonin në Itali sidomos që mund të bëhej për hapat e tjerë. Atëherë, nëse do të ndaleshim tek energjia që është më e rëndësishmja, ne e dim që do të ndërtohet linja nënujore që do të jetë bazë edhe për shitjen, do të thoja, flas me fjalë të thjeshta, të energjisë nga Shqipëria drejt Italisë, por nga ana tjetër kjo kërkon në mënyrë që të jetë një akord që nuk do të jetë i vlefshëm vetëm midis Italisë dhe Shqipërisë, krijimin në radhë të parë të grupeve të përbashkëta të punës të ekspertëve që të bëjnë të mundur që ky akord dhe hapat e rindërtimit të rrjetit shqiptar dhe të sigurisë energjetike dhe ekonomike, do të thoja, shqiptare të bëhen sipas parametrave
që kërkon Bashkimi Evropian. Në këtë moment mungon njohja në radhë të parë nga ana e ekspertëve shqiptar që e kanë pranuar që nuk e kanë formimin e duhur nga ana praktike do të thoja, ndërkohë që Italia është e para brenda Bashkimit Evropian që i ka bërë të vetat ato që janë nga njëra anë pjesa ligjore, po ajo është pjesa më e thjeshtë, nga ana tjetër edhe pjesa në terren, si e prodhimit, si e akumulimit të energjisë, si edhe atyre që janë politikat e mbrojtjes dhe të shitjes së energjisë. Nga ana tjetër, do të kujtoja që akordet e deri tanishme midis Italisë dhe Shqipërisë në nivel ekonomik kanë sjellë një rritje të eksportit nga Italia drejt Shqipërisë shumë të rëndësishëm. Kurse nga ana tjetër kemi një rënje të importit nga Shqipëria drejt Italisë me 9.5%. Kjo do të thotë që Shqipëria nuk ka arritur të shfrytëzojë dhe të vëjë brenda për brenda në praktik këto akorde që favorizojnë shkëmbimin midis mallrave është fjala më e thjeshtë drejt Italisë, që është hapi i parë drejt pastaj komunitetit evropian. Kjo sepse mungojnë shumë shpesh edhe njohuritë se si mund të bëhen akorde apo si mund të përthithen financime, shumë shpesh nga fal këtyre akordeve. Një pikë e rëndësishme që Shqipëria, dhe jo vetëm Shqipëria e harron dhe komunitetit evropian dhe Italia tani po e rizbulojnë në një farë mënyre, janë pikat më të rëndësishme që të përthithin edhe financimet apo fondet nga jashtë. Ne mendojmë dhe shumë shpesh mendohet që ulja e kostos së punës, sa më pak njerëzit paguajnë atëherë ai vend është më përthisës i industrive nga jashtë. Nuk ka gjë më të gabuar se një analizë e tillë. Industritë e mirëfillta, nuk flasim për ato afat shkurtra që vinë në një vend dhe pastaj ikin, për të futur në një vend për të investuar, dhe kjo është një thirrje që i bëj edhe politikave, brenda për brenda shqiptare dhe jo vetëm shqiptarëve, politikat e mirëfillta, industritë e mirëfillta shohin në radhë të parë moshën mesatare të një vendi. Dhe neve progresivisht e kemi rritur këtë moshë. Në radhë pastaj shikojnë arsimimin e atij vendi, shikojnë, edhe është një pikë shumë e rëndësishme, edhe nivelin e sistemit sanitar, nivelin e spitaleve të atij vendi. Në një moment që Shqipëria nuk u përgjigjet këtyre akordeve, atëherë dhe industritë, si ato italiane, por ato europiane, nuk e shikojnë Shqipërinë si një vend atraktiv për industritë e tyre. Të gjitha këto pika, nëse Shqipëria do të punonte akoma më tepër në këto pika dhe jo vetëm në uljen e garancive sociale, atëherë nuk do të mund të bëhej asnjëherë si përthise e këtyre fondeve. Nga ana tjetër, Shqipëria mund të shfrytëzojë shumë mirë në këtë moment faktin që në atë që është Ballkani perëndimor është vendi nga ana gjeopolitike që është shprehur dhe është shprehur më në favor të vizionit evropian, ndryshe nga Serbia apo vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Kjo sepse Europa në këtë moment ka nevojë për aleat, ka nevojë për zgjerim, jep fonde për zhvillimin që janë akoma më të thjeshta për të marrë nga Shqipëria si vend i asociimit, i zgjerimit apo i Ballkanit perëndimor, sepse ka disa faza për të cilat Shqipëria mundet të bëhet një fokus atraktiv i rëndësishëm, nëse plotëson ato 3 pikët e para që thash që deri tani nuk i ka plotësuar dhe që nuk kanë lejuar edhe shfrytëzimin e akordeve me Italinë, dhe jo vetëm Italinë, por edhe me vendet e tjera të Komunitetit Evropian, do të thoja, nëse Shqipëria do të ishte në gjendje të dinte si të manovronte brenda këtyre aseteve, do të ishte diçka shumë e rëndësishme. Unë vura re për shembull që u bën disa mbledhje për themë të fundit në muajin e maj, për sa ju përket fondeve për Europën krijuese, Europa Kreativa, janë bërë në muajin e maj, kur thirrjet për Europa për Creative Europe mbyllen në muajin e maj. Këto gjëra duhen bërë një vit para.
do të thoja, në mënyrë që të krijohen asetet midis vendeve, sepse nuk mjafton vetëm Shqipëria, por Shqipëria duhet të ketë edhe një... Emanuela, përveç pra aseteve që Shqipëria ka që ofron dhe vendet duhet të marrin prej saj konkretisht Italia, cili është interesi më i madh që ka Italia ndaj Shqipërisë, përveç kampit të emigrantëve? Kampi emigrantëve është diçka përfundimtare, energjia. Absolutisht energjia. Energjia, si e thash më parë, është aseti më i rëndësishëm pa të cilin një vend, sidomos vendet perëndimore do të thoja, me strukturën që ka në këtë moment, bien komplet. Akordi që është bërë me Shqipërinë është një akord fillestar. Ajo që ka kërkuar Italia është krijimi i grupeve të përbashkëta të punës midis Shqipërisë dhe Italisë me ekspertët italian në mënyrë që ky akord të mund të vihet në terren. Pastaj ka dhënë kam thënë këtë edhe herë tjetër, ka dhënë disponibilitetin e plot në qendrën e ekselencës energjetike që ndodhet në Torino, që është qendër ekselencë dhe për komunitetin evropian, edhe e lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse flasim për akorde strategjike. Dhe çdo gjë që po bëhet për të çuar në një drejtim strategjik, sidomos pjesën energjetike. Ka dhënë disponibilitetin e plot që persona nga Shqipëria të formohen në Itali në mënyrë që ajo që është ligj të mos rënohet nga njëra anë dhe tre që është akoma më e rëndësishme, përthithja e të gjitha hapeve që kërkohen në mënyrë që ajo që do të prodhohet në Shqipëri të mund të jetë përdorueshme në gjithë komunitetin evropian për t'i dhënë stabilitet. Ka disa vite që komuniteti evropian ka ndryshuar atë që është ligji për përdorimin e baterive storage me litium brenda komunitetit, po jo vetëm brenda komunitetit. Kjo sepse është parë prej vitesh që janë të dëmshme. Litiumi ka një limit, plus që mungesa e litiumit, përthithja e litiumit në fakt nga terreni krijon sjell edhe pasoja shumë të rëndësishme nga ana e shëndetit. Janë bateri që marrin flak shumë shpejt, ndaj mbahen larg qendrave të banuara dhe jemi të detyruar, Komuniteti Evropian dhe Shqipëria, janë të detyruara që të ndryshojnë komplet asetin industrial dhe në këtë pikë, që do me thënë investim në teknologji të reja, zhvillim sepse për ndryshe asgjë që do të prodhohet dhe çdo përfitim që do të ketë Shqipëria lidhur me këtë akord që është bërë midis dy vendeve, që është shumë i rëndësishëm, nuk mund të vihet pastaj në terren, sepse ti mund të prodhosh një energji, por nuk ke stabilitetin e rrjetit në radhë të parë, mbrojtjen e rrjetit nga ana kibernetike dhe mbrojtjen e akumulimit të energjisë në mënyrën e duhur të pranueshme që të mund ti pastaj ta shesësh brenda komunitetit dhe jashtë ti. Në fakt është rënë dakord Emanuela zgjerimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë dhe Emirateve të Bashkuara për prodhimin e energjisë së rinovueshme. Por me këto kushte. Si do të funksionojë? Atëherë, Emiratet janë në një moment zhvillimi shumë të rëndësishëm si nga ana ekonomike dhe nga ana sociale. Kjo zgjedhja e tyre për të bërë një akord me Shqipërinë dhe me Italinë është pjesë e një vizioni politik dhe geopolitik të zgjerimit dhe të ndryshimit kulturor dhe social të Emirateve drejt perëndimit. Zgjedhjet ekonomike nuk janë zgjedhje vetëm ekonomike, janë zgjedhje ekonomike politike dhe shkojnë në këtë drejtim. Ata do të japin fondet, akordi është bërë me Shqipërinë, është bërë me Italinë, por me të njëjtin kusht me të dyja vendet, që është ajo që thash më parë. Në rast të parë, rrjeti duhet të jetë i stabilizuar dhe i qëndrueshëm nga ana e mbrojtjes. Italia ka shumë të qartë që kur flasim për energji dhe kur flasim për mbrojtje janë e njëjta gjë. Në Shqipëri është një koncept që duhet të vijë akoma. Dhe në fakt energjia është e vërtetë që është energjia, Ministria e Industrisë apo Energjetikës e të tëra, por në radhë të parë është në asetin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe në asetin e ushtrisë. Sepse është pika e parë strategjike e një vendi. Energjia është strategjia e parë e mbrojtjes të Italisë dhe të çdo vendi në fakt, të mirëfillt. Në radhë të dytë, përthithja dhe rregullimi normativ
i Shqipërisë në mënyrë që të jetë në të njëjtin nivel me Italinë dhe me kërkesat e komunitetit evropian për sa i përket prodhimit dhe akumulimit të energjisë. Kjo bëhet, si e thash më parë, nëpërmjet kërkesës që ka bërë Italia të krijimit të paneleve të ekspertëve të përbashkët, formimin e njerëzve në mënyrë që zhvillimit të jetë afatgjatë. Unë e thash dhe më parë, është shumë e gabuar të mendosh që investimet vinë sepse ul pagesën e punëtorëve. Formimi është një pikë shumë e rëndësishme dhe Italia ka hapur dyert për këtë sepse intereson. Sepse në mënyrë krijon një zhvillim anafargjat dhe ndryshimi i industrisë së akumulimit. Në këtë pikë, Italia është vetë një lider ndërkombëtar për sa i përket kërkimit në këtë pikë. Ka industritë më të zhvilluara për sa i përket atyre që janë parametrave të sigurisë të akumulimit të energjisë, ka qendrën më të rëndësishme do të thoja, për sa i përket kërkimeve në këtë nivel dhe qendra e kërkimeve italiane ka dhënë CERN ka dhënë disponibilitetin më të madh edhe për të bashkëpunuar me Shqipërinë për të zhvilluar edhe asetin e kërkimit në këtë pikë, energji dhe siguri. Kështu që nga kjo anë hapje më shumë se kaq në këtë moment nuk ka. E qartë, Emanuela, së fundmi dua të pyes edhe për sa i përket marrëveshjes së pensioneve, duke nisur nga ky 1 qershor, shqiptarët do të përfitojnë, do të nisin më saktë përfitojnë nga kjo marrëveshje dypalshe. Si do të përfitojnë konkretisht emigrantët shqiptarë, cilat janë kategoritë që do të përfitojnë nga kjo marrëveshje dhe si duhet veprojë konkretisht një shqiptar për ta shpjeguar përmbledh pasi? Okej, është shumë e thjeshtë. Shqipëria dhe Italia praktikisht është sikur janë vënë nga ana e pensioneve, po jo vetëm e pensioneve, edhe e në rast të sëmundjeje, në rast se je i papunë, ose në rast se je në shtatzani e më vonë, është njësoj sikur të jenë brenda të njëjtit sistem social. Kjo çdo me thënë, për ta bërë në mënyrë praktike. Në qoftë se një emigrant shqiptar ka punuar për shumë vite në Shqipëri, tani punon në Itali, ka një periudhë kohë që punon në Itali, atëherë në mënyrë praktike, periudha e kohës që ka punuar në Shqipëri akumulohet me kohën në Itali dhe ai mund të bëjë kërkesën në Itali për të marrë pension dhe i njihen ato vite. E njëjta gjë, se nuk është vetëm për shqiptarët, në fakt të njëjtën gjë, edhe italianët që punojnë në Shqipëri, sepse ka shumë italianë që punojnë në Shqipëri, vitet që kanë punuar në Itali dhe vitet që punojnë në Shqipëri akumulohen dhe quhen si vite sikur janë bërë brenda të njëjtit shteti dhe bëjnë zgjedhje pastaj në momentin ku ndodhen, në qoftë se ku intereson më tepër, në që e mund ta bëjnë kërkesën ose në shtetin italian ose në shtetin shqiptar. Akumulohen vitet e punës dhe nuk janë të humbura. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Në të gjithë shqiptarët që ndodhen në Itali, ata që do përfitojnë janë pak a shumë 500.000 qytetarë shqiptar që ndodhen në Itali në këtë moment. Pika e parë ku mund të drejtohen janë ato që në Itali quhen patronate apo KAF, në mënyrë që të kërkojnë ndihmën e duhur për t'u drejtuar në këtë proces. Janë me një kosto prej 70 eurosh, jo më tepër, mund të kenë të gjithë ndihmën e duhur. Ose në ato që janë, ka dhe disa OJF të mirëfillta që mund të japin informacionet e duhura, ose kanë personet e duhur, për shembull këtu në Vareze është një OJF e rëndësishme që quhet Imigracion, Integracion e Inkluzione, ku bëjmë pjesë brenda saj edhe ekonomist apo persona të tjerë që janë brenda edhe kuesturës. Pra zyra që do të vinë në ndihmë personave që do të përfitojnë nga kjo marrëveshje. Vetëm këto zyra, sepse shumë shpejt kur ndodhin këto marrëveshje ka edhe të tjerë që përfitojnë. E kemi parë shumë herë. E qartë. Emanuela, faleminderit shumë që ishe në këto komunikim të drejtë. Faleminderit juve.